Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Isha me dy mendje të hap vlog apo mos të hap vlog. Kam vendosur telat poshtë dhe jam shumë në sklet. Domethënë, kur i kam vend lart, nuk është se kam pas kaq problem sa e kam tani që i kam vend poshtë. Tani që i vura telat poshtë, e kuptoj se sa keq i kam patur poshtë. Domethënë, poshtë i kam patur shumë më nevojë se lart dhe bëra mirë që i vendosa dhe poshtë. Se kisha me dy mendje t'i bëj apo mos t'i bëj poshtë. Nese, e kuptoj tani që janë vendosur telat se sa shtremt i kam. I kam skandal, do më thënë, si kam parur më përpara. Tani që u vun telat duken shumë të shtremt. Kështu që thash, hajt, në vlogu duhet ishte hapur që në mëngjes, po jam marrë me punë dhe thash me ke do ndaj me punë në dyqan, se këtu në shtëpi sa të vi duhet të kap shtëpinë. Na dyqan i shkova te dentisti për telat dhe do i tregoj Eli i ka hequr, Eli shpëtoi, Eli shpatela, kurse unë i shtova vetes dhe një problem tjetër, telat poshtë. Nese. Do shkoj te puna tani. Edhe nuk do qëndroj shumë, do bëj disa prerje, pastaj do vi në shtëpi, do bëj punët e shtëpisë, sepse sot është shtu, nesër është dielli me pushim, nuk do shkoj në plazh, po do shkoj te dyqani në Tiranë, sepse kam për të bërë disa foto të koleksionit të ri, të veshjeve që nuk arrita t'i bëja atë ditë kur vajtëm te syri i Sheganit. Kështu që me patjetër ato veshje të bëhen. Atëherë, domethënë, nuk kemi arrit të bëjmë as çerekun e veshjeve, na iku drita, sepse dhe fotografja u vonua 1 orë e gjysmë gati dhe na iku drita, ngelëm shumë brapa, fotot si bërëm, shumë ters. Nesë, gjithsesi, do shkoj në Tiranë, kismet, uroj të shkoj, bashkë me Elin që të bëjmë pak të në foto, të bëjmë vetë të veshjeve që kanë betur. Por, para se t'ikim Tiranë, duhet bëj këto punët që ju thash. Eli, do vish të tregosh dhe më, hajtë se të tregojmë pastaj, hajtë ikim njerë të puna. Bera kos gjoja që mos të kem dhimbje dhe do mund të ha, po këto farat me bezdisin shumë. Pra, kemi ardhur në shtëpi dhe kam filluar kam jo dhimbje, po tani u kuptoj njerëzit që kanë vendos tela dhe ankoheshin gjithmonë. Thoya domethënë, si ka mundësi, durohet dhimbja, nuk është ndonjë gjë kush e di. Por vërtet, lart nuk më kanë dëmur fare, nuk kam patur fare dhimbje të pjesa lart, me krahasim këto poshtë. Nuk ka të krahasuar. Madje gjithmonë kur shtrëngoja këto lart, nuk ndjeja ndryshim dhe thoja unë, pse s'më dhembin, apo bëhet punë. Te këto poshtë kam dhimbje që s'durohen, kam pirë 2 herë okitast deri tani. Dhe thash, po ha kos me fruta, se para se të shkoja për dhëmbët e ngrë sufllaqe, ashtu ha mirë sufllaqe një nga ato të mëdha që bëjnë këtu në Shkodër, se nuk i dihet dhe mirë bëra. Dhe tani po ja fusim dietës, do ha kos me fruta, po këto farat më dhembin. Tash po ha kos me fruta, faracia, gjëra kështu. Po vajta vura dhe fara. Edhe ato po më bezdisin kur i ha. O Elis, na tregove dhëmbët ti? Nesër se po ha tani. Nesa po erdhëm te dyqani këtu në Tiranë. Tani jam skuq, s'kam vendos as krem dielli, as gjë. Thjesht jam zgjuar, kam ngrënë shpejt, jam bërë gati dhe kemi ardhur, jam bërë gati, jam vesh domethënë. Të bëj pak jo make-up, të vendos pak të vendos pak krem dielli me SPF. Asgjë tjetër nuk mund të bëj. Kam patur shumë dhimbje dhe kam shumë dhimbje dhe te dhëmbët, te pjesa poshtë, shumë dhimbje. Nga telat, normal. Ua, sa që kam skuq. Tani do pres të bëhet Eli gati, të bëjmë make-upin dhe të fillojmë të bëjmë disa foto të veshjeve të reja që nuk arritëm t'i bënim.
Njerëz, kemi udhëtim, jemi në ditën tjetër. Në fakt jemi mbas 2 ditëve. Nuk e vazhdova vlogun pas 2 ditëve, sepse kam patur edhe dhimbje, edhe kisha shumë bezdi të flas në video, edhe tepër e ngarkuar te puna, sepse do udhëtonim, kështu që duhet të punoja sa më shumë te puna që mos të lë gjëra pas dore. Kur të iki, do më thënë. Sot do ikim dhe do bëj valizhen gati dhe në koment do ju le të më shkruani se ku mendoni se po shkojmë. Tani, si fillim normal që do shkoj te puna, sepse kam disa gjëra akoma për të bërë te puna. Dhe pastaj do marr valizhen dhe do filloj të bëj gjërat gati. S'kam bërë asgjë, ne në treg do ikim, tani është mëngjes, do iki te puna, do kthehem pastaj pas punës këtu, do bëj valizhen dhe direkt do nisemi. Me kohën, a jam mirë? Jo, nuk jam mirë, por si gjithmonë, nuk është herë e parë, normal që si gjithmonë unë do iki me stres dhe çdo gjë do bëhet me nxitim, po hajt, jemi mësuar me këtë rutinë, jemi mësuar në çdo udhëtim të ndodhi kjo gjë, kështu që nuk na bën përshtypje. Më është qarë buza nga brenda, kudo dhe këtej, janë shtacaruar nga telat, se duroj fare, nuk i duroj. Sa po erdha në shtëpi, do bëjmë bashkë valizhen gati. Erdha pak më shpejt se di, do filloj doni të më stresoj, a je gati, a do ikim, kalovi ora, sepse duhet futemi edhe në Tiranë, kështu që do vonojmë, do shkojmë në Tiranë për të çuar disa gjëra që duhen te dyqani, kështu që e di që do më stresoj. Është e sigurt, kështu që të bëj valizhen gati, paktën të jem gati me valizhe, pastaj të bëjmë dhe vetë gati, të shkoj edhe mirë te puna, sepse kam për të marrë gjëra, edhe të nisemi pastaj për udhëtimin tonë. Vërtet jam bërë lëmsh, se jam bërë lëmsh se nuk e di se çfarë do marr. Pra, normal që do marrë veshjet nga koleksioneri i ri të saudezës dhe do ja tregoj në të njëjtën kohë, sepse si që kam thënë, nuk kam arritur që t'i bëj gjitha foto të koleksionit atë ditë, plus që fotografi akoma nuk na ka sjell foto, ditët kalojnë, duhet t'i kishim postuar, mirë që kam bërë unë disa video dhe i kam postuar, po jam shumë brapa dhe duhet të ishin postuar gjitha foto, të paktën ato që bërëm, se janë shumë pak veshje ato që bërëm foto. Pjesën tjetër po i marr me vete që t'i bëj atje ku do shkojmë. Të tregoj disa nga gjërat. Ky fustani këtu është kështu i shkurtër. Më vjen natë në video nuk duket bukur tani, por do ja u tregoj kur të shkojmë atje ku do shkojmë, sepse i përshtatet shumë vendit. Tani kuptojeni ju nga ngjyrat ku do shkoj. Vendosim këtë këtu. Në fakt, të fustan me shumë siguri do ta veshi Eli, kurse këtë do ta vesh unë. Është kjo bluza këtu. Është kështu. Shikoni sa i bukur është. Me një sekond. Është diku dhe fundi. A gjë fundin tani. Kur të vi rradha fundi do ja tregoj. Ky është modeli CL. Është kjo bluza këtu, është me fund, edhe ky është për Elin, sepse është në markën e saj XS. Ta vendos këtë këtu njërë, dhe kur të dali fundi, do ja u tregoj. Që tjetër kemi këtu? Këtu kemi këtë bluzën këtu, shikoni sa e bukur është një roz e lehtë, shumë cute, ka edhe logon këtu saudeza, vjen kështu edhe mbrapa. Veshuri shumë bukur, se tani nuk kuptohet se si rri. Këtë, edhe pantallona të roz nuk po i hap se i kam kështu të palosura mirë, kështu që s'po i hap tani.
kam një fustan të kuq, u besoj që Desi do veshë fustan të kuq. Shky këtu është prerje asimetrike, e ri shumë bukur në trup. Kështu që do ja tregoj kur të shkojmë në udhëtim, në vlogun e radhës do ja tregoj të gjitha si qëndrojnë veshur. Se që do kemi këtu. Po më duket se kam marruar fundin, gjitha fundin. Ky është fundi i bluzës që ju tregova. Është i gjatë deri në fund dhe vjen si siren. Një sekond, është kështu. Edhe vjen prerja si siren. Është shumë i bukur. Në trup ri shumë bukur. Gjitha këto do ja tregoj normal kur t'i vesh. Këtu kemi një fustan të zi. Këta e kam marrë dhe në ngjyrë gjalp që do ta marr me vete. Është këtu. Tani nuk kuptohet. Është si ai që keni parë tek videoja aty ku bërëm foto që ka vesh Eli në ngjyrë, në atë ngjyrën blu të bukur, blu në detit. E kemi dhe në ngjyrë të zezë. Kështu që do ta marr me vete që ta bëj foto atje. Me që këtu nuk e bërëm. Valosëm tani këtu. Do t'i vendos sa më mirë në valixhe që mos të vuaj duke i kurosur. Normal gjitha do e kurosen prap, po mos të vuaj shumë. Dhe nuk e di a do kemi hekur atje, kështu që do duhet të marrë dhe hekur. Kështu këte. Këtu kemi këte fundin, bashkë me këte bluzën, si që u tregova dhe në ngjyrë beige që ka Eli, u mora ngjyrën e verë. Ky tani është shumë i bukur. Sa po kemi përfunduar. Ky është jashtëmasi i bukur, ngjyra, ky do jetë limited edition sepse nuk kemi shumë material gjendje. Është një nga veshjet më të bukura. Ta vëmë me kujdes. Dhe këtu. Në fakt ky do rullos tani sepse është dhe modeli pak asimetrik. Kështu që ta vëmë fundin me këta. Çfarë tjetër? Kam vendosur që mos të marr shumë gjëra që s'më duan, do marr vetëm ato që do më duan. Këtu kemi një fund që është asimetrik. Kështu. Këtë në fakt e bëri Eli foto, po e ka bërë në errësirë atë ditë dhe nuk ishte dalë fare bukur, as ngjyra, as modeli, sepse e kemi bërë me nxitim, vojmë atë ditë. Nuk ishte ditë e mirë, siç ju thash, atë ditë që bërëm fotot, nuk na shkuan gjërat siç doni. Dhe këtu kemi bluzën, dhe bluza është asimetrike. Tani do thonë ju çfarë janë këto, sepse se si duken çuditshëm, por më besoni kur të shikoni veshur, do kuptoni se sa të bukura të veçanta janë këto veshjet. Opa, ta palosë këtë. Mundohem që t'i palos në një mënyrë që mos të vuaj me hekurin, si që thash. Okej, ku dhe kjo? Qa tjetër kemi? E fundit kjo këtu. Ju besoj që vetëm ka që rroba do marrë me vete. Normal që do marrë pasaj edhe më të thjeshta për paradite. Dhe kjo fustani këtu. Ngjyrë portokalli dhe kjo është limited edition. Do marrë dhe atë çantën portokalli të Sodezës ta kombinoj, të bëj një foto të bukur. Edhe këto janë. Tani do të marrë rroba banjo, të marrë në një par xhinse të shkurta, do më thënë gjëra që do më duhen që t'i vesh paradite, plus që duhet të bëj gati dhe rrobat e Donit dhe të Angelos, se Eli normal që ka bërë vetë, gjitha gati rrobat e saja, ka kry punë me koj, ka bërë që t'jenë dark, kështu që me Elin nuk merrem unë me vetë ajo. Ajo do më duhet që të merresh edhe me Elin.
Të paktën atje ku do shkojmë, me sa kemi parë nuk janë temperaturat shumë të larta, nuk është domethënë kjo vapa që është këtu. Edhe uroj që mos vuaj duke bërë këto fotot. E dini çfarë do doja? Do doja që të shkoj në një vend dhe mos merrem fare as me video as me foto koleksionesh. Do rri për shefin tim dhe ta shijoj një udhëtimin. Nuk e keni idenë se sa nevojë e kam. Nuk besoj që vetëm ka gjëra. Zakonisht unë marr shumë edhe mbushet valizja vetëm me gjërat e mia, domethënë. Por këtë radhë kam vendos të marr vetëm ato që duhet të marr, duhet. Ka dhe gjëra tjera që do duheshe, por për t'i bërë foto video, por s'dua t'ja zën fytyrë dhe njerëzve tjerë pushimet, udhëtimin. Vendos dhe këtë tani dhe të filloj me veshjet e përditshme. Se këto janë veshje që jo, mbush gjysma valigjës, mbush. Tani e shikoni, nuk e di e shikoni. Nese. Do marrë dhe këto të dyja me vete. Këtë krimin e ri nga Seventeen që është pistachio. E kam provuar, domethënë aromën është fantastike, por nuk e tradhtoj mango tango. Ky është paketim i ri dhe ka paketim të ri dhe te mango tango, por mora këtë sepse doja bashkë me parfum, me body mist. Ka është body mist kjo? Duket? Gift set. Mora këtë gift set, domethënë sepse edhe kam më leverdi, se ka dhe kremin e trupit brenda, ka dhe body mist brenda dhe të dyja bashkë shkojnë në 19.000 lekë. Kështu që kam leverdim se mos të marrë kështu, se po t'i marrë veç e veç, që është 12 kremi, dhe më duket 15 është body mist, shkojnë të diku te 27.000 lekë. Kështu që thash pse jo, t'i marrë më mirë gift set, edhe për dhurata janë super të mira këto, pse mos ta marrë gift set, sepse kam edhe kremin edhe body mist me një çmim shumë më të mirë. Edhe mora dhe këte, sepse më pëlqeu shumë e provova te ato testera që kemi të dyqani, më pëlqeu, edhe thash të marrë dhe këte. Pra, tani jam e kompletuar me body mist, krem trupit dhe këto. Po këto do t'i vendos në çanta e make-upit. Qa tjetër duhet? Fillojmë tani me pijame. Des. Po. Një porosi që ka bëjë një vajzë ka një javë, maj. Mama, do ma bësh gati robat? Mirë mëngjesi nga dita tjetër. E morët vesh ku erdhëm. Kemi ardhur në Athinë. Pra jemi në Athinë, por nuk është destinacioni jonë final këtu. Vetëm sot do qëndrojmë këtu, pastaj do ikim. Ç'më ndodhi dje? Një story time të shpejtë. Siç unë nisëm nga Shkodra për të udhëtuar për Athinë, nuk isha arritur të haja fare bukë në shtëpi, kështu që më kishte marrur ria dhe thash të lutem ndalo më merr diçka. Dhe doni ndaloj në Lezhë dhe bleva, Agilo blevi sanduiç, unë edhe Eli sanduiç, dhe unë mora 2 byrek, por nuk e di, shikoja të sanduiçin në Agilo se doja me zipërisja ta provoja, i thashën të lutem ta provoj pak. Ishte pak i fortë, sepse e kishte pjekur. Edhe dëni përshëndetje. Përshëndetje. Edhe siç e kafshova, me sa duket, lëviza telin, jo me sa duket e lëviza telin. Edhe një nga këto poshtë, nuk më kishte ndodhur asnjëherë me këto sipër në fakt. U shkput ngjitsi nga dhëmbi dhe deli vetëm lëviz dikte kështu. U stresova se s'po dija se ç'a të bëja, më bezdiste jashtë mase. I shkruaj te dentisti, po ne ishim rrugës duke ikur, s'kisha ç'a bëja, nuk kisha zgjidhje. Dhe i thash që kështu më ndodhi, më shkput deli, ç'a të bëj, dhe më tha, nëse nuk të bezdis, nuk ka problem. Po mua po më bezdiste, bezdija ç'a të bëja. U futëm pastaj në Fier edhe shkova në një dentist, urgjentisht në Fier, që
ma rregulloi. Domethënë ai nuk ishte për këtë punë, se merreshe me mbushje, jo të gjithë dentistët merren me tela. Dhe thjesht ma këputi atë të fundit edhe ma rregulloi për momentin, domethënë derisa të kthehem unë në Shqipëri dhe të shkoj te dentisti por që nga momenti që në Lezhë, domethënë që më shkëput ajo deri në fier, akoma dhe për të folur nuk flisja dot sepse më bezdiste shumë, ikte kështu. Edhe kjo ishte pra kjo gjë më ndodhi dje. Edhe pra pastaj, pasi ky dentisti në fier ma hoqja pjesën e telit, që pak se po bëj bloke dhe s'bëm gjojt muzika, prap se prap edhe kur ma levizin domethënë, prap unë kur ma rregulloj domethënë, prap më bezdiste dhe tani po më bezdis pak, dhe pse ai u mundua i shkreti, por më bezdiste buza brenda. Do mësohem, do duroj sa ko do qëndrojmë këtej. Tani do shkojmë për koleksionin e Angelit dhe pastaj nga darka do nisemi për destinacionin e radhës. O Egi, ku ishe ti alla? Qa bledhe ashtu? Qa ke bler? Ke bler çantë? Edhe buza? Po mire, ke etiketën dhe çanta, Egi. Ashtu do e mbash? Okej. Mirë me shpirt. Okej. Helani kaq, gjithmonë. Kam frikë. Qa bën me Allah? Agilo bën to. Si beri Agilo? To. Egi, ku të shkosh ti? Se zeti to. Te deti aty? Po. Kur? Dhe të të vene nani. A do flesh nani, nesër do shkosh te deti? Pap. Okej. Të të se nani. Ikim pap. Po pse s'fle nani ti? Po zeni. Qa ke? Qa pate? Të. Nuk ke gje? Po. Okej, më fal. Zeni. Ja ruar si bet zemra Allah.